Mirë se vini. Sot do t'i hedhim një sy, një mjeti, do thoja thelbësor për çdo edukator, ciklit të projektit në arsimin parashkollor. Do të shohim bashkë se si një ide, sado e vogël, mund të kthehet në një ndryshim të prekshëm, në diçka që realisht e përmirëson cilësinë e kopshteve tona. Atëherë, le t'ja nisim. Pra, ja cila është agjenda jon, do t'i kalojmë të gjitha fazat, një nga një. E nisim me pyetjen bazë. Përse na duhet një projekt në radhë të parë? Më pas, zhytemi tek analiza e nevojave, që është hapi i parë kritik. Pastaj kalojmë tek planifikimi, ku do të mësojmë për objektivat SMART. Më vonë, shohim si ta zbatojmë gjithë këtë plan në praktik dhe, në fund fare, si e masim suksesin, pra një udhtim i plot. Pra, pse na duhet një projekt? E po, le ta pranojmë. Për shumë kohë, planifikimi në kopshte është mbështetur shpesh tek intuita, tek ajo që na dukej e drejtë në moment. Por sot, gjërat kanë ndryshuar. Arsimi modern, ai kërkon diçka më shumë, kërkon një sistem të strukturuar, të bazuar në të dhëna, në evidenca. Pse? Për të siguruar që çdo fëmijë po merr më të mirën e mundshme dhe që edhe ne, si profesionist, po përmirësohemi vazhdimisht. Dhe gjithçka nis nga kjo pyetje themelore. Si mund ta përmirësojmë shërbimin në kopsht? Si mund ta bëjmë atë një vend më të mirë, jo vetëm për fëmijët, por edhe për stafin dhe për gjithë komunitetin? E dini, përgjigja nuk është tek improvizimi i momentit. Përgjigja qëndron tek një proces i mirë menduar. Dhe pikërisht ky proces është ai që ne e quajmë cikli i projektit. Dhe ja ku e kemi ndryshimin, bardh e zi. Në të majt kemi sistemin e vjetër. Si ishte? I pa unifikuar, shpesh narrativ, shumë subjektiv, pra vare nga si e shifte secili situatën. Pa tregues të qartë. E tani, në të djathtë kemi sistemin e projektit. Çfarë na jep ai? Na jep standarde, na jep diçka të digitalizuar, të bazuar në fakte, në evidenca, dhe më e rëndësishmja, na lejon të bëjmë analiza krahasuese. Këtu nuk flasim më për opinione, flasim për të dhëna. Ky është një ndryshim kolosal. Dhe tani dikush mund të mendojë, më shumë burokraci. Jo, as pak, është krejt e kundërta. Qëllimi i një sistemi të tillë është shumë i qartë. E para, të rrisim cilësinë e shërbimit. E dyta, të forcojmë rolin e strukturave drejtuese. E treta, transparencë dhe llogaritdhënie, që të gjithë ta dinë se çfarë po ndodh. Dhe e katërta, diçka shumë praktike, na ndihmon të planifikojmë dhe të buxhetojmë më mirë, bazuar në nevoja reale. Mirë, kalojmë tek faza e parë, analiza e nevojave. Ky është themeli i gjithçkaje. Mendoje kështu, nuk mund të ndërtosh një ndërtesë të re pa e ditur se çfarë ke në terren. Pra, çdo ndryshim i suksesshëm fillon duke kuptuar thellësisht se ku jemi tani. Ky është hapi i parë dhe ndoshta më i rëndësishme. Dhe cili është mjeti më i mirë për këtë? Analiza SWOT. Shumë prej nesh mund ta kenë dëgjuar. Duket e thjeshtë, por është jashtëzakonisht e fuqishme. Pse? Sepse na detyron të jemi të sinqertë me veten dhe me institucionin ton. Na ndihmon të identifikojmë qartë cilat janë pikat tona të forta, ku kemi dobësi, cilat mundësi ekzistojnë aty jashtë dhe nga cilat kërcënime duhet ruhemi. Është si të bësh një fotografi të plotë të realitetit. E po, këtu është çelësi. Nuk mjafton thjesht të listojmë këto 4 pika. Vlera e vërtet fillon kur bëjmë pyetjet e duhura për secilan prej tyre. Për pikat e forta pyesim: si t'i shfrytëzojmë ato në maksimum? Për dobësitë, si mund t'i përmirësojmë? Për mundësitë, si t'i kapim, si të përfitojmë prej tyre? Dhe për kërcënimet, si të mbrohemi? Janë pikërisht këto pyetje që e kthejnë një listë të thjeshtë në një plan veprimi real. Mirë, e kemi bërë analizën, e kemi fotografinë e qartë. Tani kalojmë në fazën e dytë, planifikimi. Këtu i marrim të gjitha ato që zbuluam nga analiza SWOT dhe i përkthejmë në objektiva konkret, të prekshëm. Por kujdes, jo çfarëdo objektivash. Do përdorim një metodë specifike, metodën SMART, për të siguruar që këmbët i kemi në tokë dhe që planet tona janë të realizueshme. Po çfarë do të thotë SMART? Është një akronim i thjeshtë por shumë i fuqishëm. S-ja qëndron për specifik, pra objektivi duhet jetë i qartë, pa ekuivoke. M-ja për të matshëm, që të dim në fund nëse ja arritëm apo jo. A-ja për të arritshëm, pra diçka realiste. R-ja për relevant, duhet ketë lidhje me misionin ton, dhe T-ja për të kufizuar në kohë, pra duhet ketë një afat. Le ta bëjmë edhe më konkret me një shembull. Shikoni pak ndryshimin. Një objektiv jo SMART është të përmirësojmë të lexuarit. Okej, kjo është një dëshirë e bukur, por çfarë do të thotë?
ndërsa një objektiv SMART është, brenda 2 viteve, të rritet me 10% numri fëmijëve 4-5 vjeç që njohin shkronjat përmes 2 aktiviteteve të reja javore. E shihni ndryshimin? E para është një dëshirë, e dyta është një plan veprimi i qartë. Ja fuqia e metodës SMART. Ajo që duhet të mbajmë mend gjithmonë është kjo lidhje logjike. Zinxhiri është ky, objektiv çon në aktivitet, i cili çon në rezultat. Një objektiv SMART nuk mund të rrijë aty pezull. Ai duhet të zbërthehet në aktivitete konkrete, dhe çdo aktivitet duhet të provojë një rezultat që ne mund ta masim. Vetëm kështu jemi të sigurt se jemi në rrugën e duhur. Në rregull, kemi bërë analizën, kemi bërë planin me objektiva SMART. Tani është momenti t'i përveshim mëngët. Kalojmë tek faza e tretë, menaxhimi dhe zbatimi. Këtu plani ynë zbret nga letra në realitet. Këtu merr jetë. Por për ta bërë këtë me sukses, na duhen 2 gjëra: mjetet e duhura për menaxhim dhe një fokus i qartë pedagogjik. Dhe një nga mjetet më të mira për këtë punë është grafiku Gantt. Mund të duket i komplikuar, por nuk është. Shikojeni këtë shembull të thjeshtë. Ai na tregon qartë çdo aktivitet, kush është përgjegjës për të dhe kur duhet të bëhet. Praktikisht, është një hartë vizuale e gjithë projektit, e ke gjithçka para syve, në një faqe, shumë praktik. Por përtej çdo grafiku dhe çdo plani, nuk duhet të harrojmë kurrë atë që është më e rëndësishmja. Ky citat e thot më mirë se unë. Në zemër të mësimdhënies me fëmijën në qendër është vetë fëmia me botën, interesat dhe idetë e tij. Pra, në fund të ditës, në arsimin parashkollor, çdo gjë që bëjmë duhet të rrotullohet rreth fëmijës. Ai është busulla jon. Dhe si duket konkretisht një projekt që ka fëmijën në qendër? Po, ai nuk nis nga plani i mësueses, por nga pyetjet e vetë fëmijëve, nis nga kurioziteti i tyre. Ai nuk ri vetëm brenda 4 mureve të klasës, por del jashtë, në terren, për të vëzhguar botën reale. Ai promovon të menduarit, jo memorizimin, dhe i bën të gjithë, si fëmijët ashtu edhe mësuesit, kërkues aktiv të informacionit. Me pak fjalë, kjo është mësimdhënia e vërtet. Dhe ja ku erdhëm tek faza e fundit, faza e 4, vlerësimi i suksesit. Kjo është faza që mbyll ciklin, por në fakt hap një cikël të ri. Këtu ne ndalemi dhe pyesim veten: a funksionoi? A ja dolëm? Këtu ne masim ndikimin real të punës son dhe sigurohemi që kemi ruajtur cilësinë. Dhe një vlerësim i mirë, i vërtet, ka 2 parime themelore. Shtylla e parë është demokracia dhe pjesëmarrja. Kjo do të thotë që dëgjohet zëri i të gjithëve, i stafit, i prindërve, madje edhe i fëmijëve. Shtylla e dytë është llogaridhënia dhe transparenca. Pra, rolet dhe përgjegjësitë duhet jenë të qarta si drita e diellit dhe gjithçka të jetë e hapur. Mirë, po konkretisht çfarë duhet të vlerësojnë? Këtu kemi një listë të qartë të kritereve. I bëjmë vetes këto pyetje: a i zbatuam aktivitetet ashtu siç i planifikuam? A i arritëm ata objektiva SMART që i vendosëm vetes në fillim? A e vum vërtet fëmijën në qendër? Si ishte partneriteti me familjen dhe mbi të gjitha, a pati një ndikim real, pozitiv në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve? Kjo është pyetja që vlen më shumë se gjithçka tjetër. Pra, e përshkuam të gjithë ciklin, nga analiza e nevojave deri tek vlerësimi i suksesit. Dhe tani, pyetja e fundit, pyetja më e rëndësishme, na kthehet të gjithëve neve. Duke pasur parasysh gjithë këtë strukturë, cili do të ishte projekti i parë që mund të ndryshojë kopshtin ku punojmë? Cili është ai ndryshim, sado i vogël, që mund të fillojmë ta planifikojmë që sot? Gjithçka fillon me këtë reflektim.